Shtesat e pikave të rendit të ditës të mbledhjes së Këshillit Bashkiak Durrës, të dërguar këshilltarëve vetëm 24 orë nga mbajtja e mbledhjes jashtë radhe, kanë nxitur reagimin e anëtarëve të Këshillit Bashkiak. Kjo nuk është hera e parë që administrata e bashkisë vepron në këtë mënyrë dhe për këtë arsye këshilltarët e opozitës kërkuan që të jepet fund një procedure të tillë. Shkrihet rregullorja sepse me rregullore materiale të gjithë këshilltarët do të kalojnë 7 ditë përpara. Në vjen në moment fundit, në vjen disa pika sensitive. Nuk shoh në një urgjencë, në qenë se si pika 1 dhe pika 3 që i shtohen, mund të merren shërbim në seancën e mbledhjes normale që mund ta kemi besoj brenda këtij muaji në fillim të muajit tjetër. Në mbledhjen jashtëradhe të mbajtur mes ditën e kësaj të mërkure, u miratuan me shumicë votash të 3 pikat e rendit të ditës, por projekt vendimi që nxiti më shumë diskutimet ishte ai që lidhej me përjashtimin e disa familjeve nga përfitimi i apartamentit në 2 pallate të rindërtuara nga e para. Sipas bashkisë, këto familje nuk përfitojnë nga programi i rindërtimit, pasi kanë apartamente të dyta ose nuk banojnë në Durrës. Ndërkohë, këshilltarët e djathtë e quajtën tërësisht të padrejtë përjashtimin nga e drejta e pronësisë të këtyre familjeve, që deri para tërmetit të 26 nëntorit 2019 gëzonin pronësinë e këtyre banesave. Pas verifikimeve të bëra nga institucionet e bashkisë, në bashkëpunim me Shkallën e Gjenë Civile, 2 arsyet kryesore siç e përmenda janë 2 pronësia në disa raste ose vetë banimi i zakonshëm jo me qytetin e Durrësit. Po vjen një përgjigje nga SHK-ja normalisht Bashkia e Durrësit dhe Këshilli Bashkiak nuk të bëjnë syt dhe ku janë 2 kriterë përjashtuese ti përfshin këto. Faktën ky është qëndrimi i dhe diskutimi që është bërë në komision. Në momentin që ne i shpronsojmë të drejtën e apartamentit, nuk i shpronsojmë dot të drejtën e trullit. Trulli ngjelet aty, nëse ka pallat të shen, ai person që ka pas apartamentin sipër gëzon një 50 pjesë të trullit. Automatikisht, në momentin që do ndërtohet pallati i ri, është ndërtohet pallati i ri, dhe ky nuk trajtohet si për trulli, por si për faqen e trullit që ka pas, ne të gjithë jemi në shkëlqyer të ligjit të bashkëpunësisë. Ai zotëri në linje drejta nesër e çon në gjykatë dhe do ta fitojë atë apartament. Natyrisht, në një regjim diktatorial komunist, gjithçka ndodh. Ju kërkoj juve si qytetar, më duket është realisht një BKM, por është e padrejtë. Po le të shohim gjërat në sy që janë. Pse duhet të fshihemi pas BKM-rave kur është diçka, ai person, ato familje që kanë investuar jetën e tyre, mundin e tyre, vjeshtën e tyre, me një të rëndë se pse po mos ndërtohet për diçka tjetër, prapë ato kanë të drejtën të rikompensohen për pronën, për mundin, për vjeshtën e tyre. Kjo është kërkuar me forcë nga këshilltarët për të ndryshuar BKM-n. Në kupton? Ka shkuar edhe kërkesë në qeveri dhe qeveria ka marrë këtë ligj. Që po kërkohet sa. Në kupton? Prandaj është shumë e rëndësishme që i ishte të shtëpia, se çdo njeri prej të vetë, por në ligjin do të thotë ne s'mund të shkojmë nesër se do japim gjithë llogarit. Kjo pikë u miratua me 28 vota pro të këshilltarëve të majtë.